Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zjeni 2 limona dhe lëngun pjeni esëll në mëngjes. Do shpëtoni nga këto probleme. Si i filloni ditën tuaj është shumë e rëndësishme për një jetë të shëndetshme dhe cilësore. Shumë njerëz pinë ujë të nxehtë me limon në mëngjes, por në atë mënyrë ata nuk mund të përdorin të gjithë përbërësit që ofron limoni. Duke pirë ujë të nxehtë ose të ftohtë me limonad, marrin vitaminë C, por nuk mund të përdorim disa nga përbërësit e rëndësishëm të cilët gjenden pikërisht në tulin dhe në lëvozhgën e limonit. Ata të cilët e kanë provuar këtë metodë përgatitje befasohen nga efektet të cilat duken qartë në vetëm 2 ditë nga fillimi i konsumimit. Përbërësit e nevojshëm janë 6 limona, 500 deri në 600 ml ujë dhe mjaltë. Procedura: zgjidhni 6 limon organik dhe nëse nuk janë, atëherë trajtojeni me sodë buke për të eliminuar papastërtitë prej tyre. Ndërkohë, prini ato në gjysmë dhe më pas futeni në një enë me ujë, pastaj zgjidhni ato për 3 minuta nga momenti i vlimit të ujit. Lëreni që të ftohen për 15 minuta dhe më pas kullojeni. Ruajini lëngun në termos ose në shishe qelçi në frigorifer. Për të përmirësuar shijen, mund të shtoni gjithashtu mjalt. Përparësitë e konsumimit të kësaj pije janë: forcon sistemin tuaj imunitar, mbron nga ftohjet, stimulon energji për tërë ditën, përmirëson peristaltikën dhe lëvizjet e zorrëve, përshpejton metabolizmin, balancon vlerën e pH-it, freskon frymëmarrjen, pastron lëkurën dhe bën atë njëkohësisht që të duket më e bukur dhe më e re. Ndihmon për të hequr kilet e tepërta dhe për të humbur në peshë. Hidraton sistemin tuaj limfatik. Gjithashtu, sipas ekspertëve, limoni është një agrume jashtëzakonisht e pasur edhe me vitaminën C, e cila është domosdoshme për shëndetin dhe për paraqitjen e gjithë lëkurës tuaj. Ndërkohë, përfitimet e kësaj vitamine për lëkurën, por edhe për të gjithë organizmin, mund të merren shumë mirë duke përdorur recetën me ujë të vakët dhe me limon. Për këtë kur, mjafton që ju të shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë të ngrohtë dhe më pas ta konsumoni atë në mëngjes. Përfitimet që ofron limoni për shëndetin: lëngu i një kokër limoni përmban më pak se 25 kalori. E njëjta sasi është e pasur edhe me kalcium, kalium dhe gjithashtu vitaminë C dhe fibër. Të gjithë këto ushqyes ndihmojnë në gjallërimin dhe në mirëmbajtjen e sistemit imunitar. Kësaj organizmi është ndjeshëm më i mbrojtur nga të gjitha infeksionet. Për më tepër, limoni gjithashtu ka veti antiseptike dhe është ujë me feta limoni ai i cili pikërisht është i rekomanduar për njerëzit të cilët vuajnë nga problemet me zemrën. Në këtë video, ju do të mësoni më shumë për të gjitha përfitimet që ofron pirja çdo ditë e ujit të vakët me limon. Imuniteti dhe infeksionet. Limoni është një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës C, që e mbron trupin tuaj pavarësisht mangësive në sistemin imunitar. Limonët janë një burim i shkëlqyer i acidit citrik, kaliumit, kalciumit, fosforit dhe manganit. Fal këtyre ushqyesve dhe jo vetëm, pirja e ujit të vakët me limon parandalon në rritjen dhe në shumimin e baktereve të cilat shkaktojnë sëmundje dhe infeksione. pH-i dhe detoksifikimi. Pirja e ujit të vakët me limon ndihmon në mirëmbajtjen e nivelit të pH-it në organizëm. Në qoftë se ju e pini këtë lëng në mëngjes, atëherë ju do të përshpejtoni pastrimin e organizmit nga të gjitha toksinat. Tretja,
Pirja e rregullt e ujit të ngrohtë me limon ndihmon për rregullimin e tretjes, por edhe për prodhimin e lëngjeve tuaja biliare. Pirja e këtij uji ndihmon në zbutjen e simptomave të urtit dhe gjithashtu në prodhimin e lëngjeve tretëse. Për më tepër, fibra e gjendur tek limoni është shumë e mirë për shëndetin e zorrës së trashë dhe shërben gjithashtu si një antibakterial shumë i fuqishëm. Truri, mëlçia dhe gjithashtu lëkura, përveç ndihmës që ofron kundër të ftorës, uji i vakët me limon ndihmon edhe në rigjenerimin e qelizave tuaja nervore. Në rastin e mëlçisë, uji i vakët me limon e forcon atë dhe u jep energji enzimave të mëlçisë. Sa i përket lëkurës, ky lëng natyral parandalon formimin e akneve dhe të rrudhave. Ai gjithashtu ndihmon në mirëmbajtjen e shëndetit të syve dhe i mbron ato. Përfitimet të cilat vijnë nga konsumimi i ujit me limon janë me të vërtetë të shumta. Pirja e ujit me limon ka shumë përfitime. Çdo mëngjes ju duhet që të shtrydhni lëngun e gjysmë limonit në një gotë me ujë. Pirja e ujit me limon është një këshill tepër e zakonshme shëndetësore. Limoni është një depo e vërtetë e vitaminës C dhe gjithashtu balancon nivelin alkalik të pH-it në trup, forcon sistemin imunitar dhe gjithashtu sistemet tuaja imunologjike dhe të tretjes të shpejtë dhe gjithashtu ndihmon në luftimin e sëmundjeve të këqija si edhe nxit tretjen. Lëngu i limonit gjithashtu pastron gjakun, e ndihmon trupin tuaj për të hequr toksinat në gjak, balancon sheqerin në gjak, gjithashtu e bën më të lehtë edhe humbje në peshë. Limoni zvogëlon ndjesinë e urisë fal fibrave pektin që përmban. Çfarë përmban limoni? Limoni përmban kalium, vitaminë C, fibra, proteina, karbohidrate dhe minerale të ndryshme. Vitamina C. Limoni gjithashtu përmban vitaminë C, e cila është një substancë e quajtur bioflavonoid në limon që janë veçanërisht të mira për muret e enëve të gjakut. Limoni gjithashtu balanson nivelin e pH-it alkalin. Për të luftuar sëmundjet kronike, është shumë e rëndësishme për të ruajtur ekuilibrin alkalik në trup. Megjithëse limoni gjithashtu përmban acid, ajo ndihmon në alkalizimin e trupit kur konsumohet. Lëngu i limonit forcon sistemin tuaj imunitar. Shumë e pasur me vitaminë C, limoni gjithashtu ndihmon që sistemet tuaja imunologjike dhe digestive të funksionojnë ashtu siç duhet. Limoni pastron gjakun. Lëngu i limonit e ndihmon trupin tuaj që të pastrohet nga toksinat në gjak. Lëngu i limonit nga ana tjetër balancon sheqerin në gjak. Fal aciditetit natyror i cili gjendet në lëngun e limonit, ndihmon njëkohësisht edhe në balancimin e sheqerit të marrë nga ushqimet. Lëng limoni i cili ju ndihmon për të humbur në peshë. Lëngu i limonit, sipas ekspertëve, zvogëlon ndjenjen e urisë fal fibrave pektin që ai përmban. Në përgjithësi, sa më shumë që të konsumoni ushqime alkaline, aq më shpejt ju do të humbisni në peshë. Lëngu i limonit është një diuretik i madh, pastron trupin dhe heq lehtësisht toksinat. Në këtë mënyrë, trakti juaj urinar do të jetë shumë herë më i shëndetshëm. Lëngu i limonit gjithashtu ndihmon tretjen. Lëngu i limonit të freskët pastron veshkat dhe sistemin e tretjes dhe ndihmon trupin tuaj për të hequr toksinat. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.